Intervistat e asaj kohe gjithashtu dëshmojnë fakte kur të plagosurit për shkak të gjendjes së rëndë ishin transportuar drejt spitalit të Irzniqit në rrethana jashtëzakonisht të vështira. Çdo transport kishte qenë një sfidë në vete, nën rrezikun e vazhdueshëm të sulmeve. Kujtimi atyne momente dhe atyne angazhime nga kjo distancë kohore, sigurisht se nuk ka se si të mos krijoj emocionet e të gjithë ne, sepse ishin momente jashtëzakonisht të vështira kur jeta dhe vdekja thuajse ishte në të thikës. Momente tjera të rëndësishme, ndoshta edhe të dramatike janë kur kemi qenë këtu pikërisht në këtë spital me të plagosur dhe kemi pasur granatime nga të gjitha anët. Kur granatat binin vetëm 10 metra nga ky spital, përveç se duhet që ne të kujdesemi për vetveten, u duhet të kujdesemi edhe që t'u shpëtojmë jetën e të plagosur. Ka pas momente të caktuar kur kemi kërkuar vend në këtë shtëpi se ku të strehoshim bashkë me të plagosur në mënyrë që të kemi një grim vend, nëse mund të themi, më të sigurt për shpëtimin e jetës tonë dhe të plagosurve. Elementi tjetër që është tepër domethënë dhe ka mbeti pa shlyer në kujtesën tonë është rasti i luftëtarëve të Morinës, konkretisht Arben Ukshinit, Nezir Elezit dhe Milot Konjuftës, të cilët kanë pas fatin të plagosur dhe të mjekohen në këtë spital dhe ende pa u shëruar, dhe ende pa u kulluar plagët e tyre, vullnetarisht kanë shkuar në luftë dhe janë vrarë mas 2 ose 3 ditësh në luftimin të drejta në betejën e Morinës.